Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, prej të madhët Allah. I cili me këtë islam të madh na ka ndëru. E me këtë nure dhe dritë qëllore zemrat na I ka ndriqu. Sa të lumtur jem që jemi musliman. Sa krenar e ndjej veten që jemi pjesëtar të dinit islam. Ka dhunti dhe begatime të madhe se sa që jesh pjesëtar I fjalës La ilaha illallah. Fjalë që cila del nga thellësia e zemrës. Edhe para se më ardhur të goja, e me shqiptu kjo goj, sikurse dëpërton në të gjitha qelizat të organizmit, dhe sikurse njeriu me krejt qenjen e tij. Edhe nga ana fizike, se lërëm nga ajo shpirtërore dhe psikologjike, dëshmon se Zoti është një. Tebareke ve Teala, lartë madhruar, është Zoti ynë. Ati I nënshtrohemi dhe I për ulemi dhe atë shumë e falenderojmë. Pastaj bim salavat dhe selam bim të mirin, e më të dashurin, e më të ëmblin. Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e rit ti të ri dhe pleq. Ata sahab të bekuar, gra dhe burra, të cilët nuk kursyen asgjë për ta pranuar dinin e Allahut të kthjell, edhe pastaj për ta praktikuar dhe për ta përcjellur tek gjenerata vijuse, edhe kështu me radhë. Gjenerat pas gjenerate derisa ka ardhur tek ne ky Islam I shëndosh, e I ëmbël dhe I shtrejt dhe I pastërt sikur se loti. Elhamdulillah, prej të madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kolegë hoxhallar, ju nxënësa të shkollave të mesme fillore, qytetar të nderuar të këtij qyteti të nderuar, të gjithë përshëndes nga zemra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe o jam shumë falenderus për ftesën e juaj, të këtyre djalimoshave të cilët që moti kanë ngullur kam dhe mu kanë tekur se dohet të vizitoj një dit prej ditëve në këtë qytet bukur dhe në këtë sallë të mirë. Në bashkëpunim me këta hoxhallar të mirë të cilët o ka qu, o ka dërgu, o ka sjellur I madhi Allah Azza wa Jall. Dhe sot pas ka qenë kësmet, ka derdhe caktimit madhët Allah, që ti jemi së bashku dhe ti kalojmë disa qaste, me një temë për të rëndësishme, dhe lirë shumë thuaj prej temave më të rëndësishme të shoqërisë tonë në veçanti, por edhe të mbarë njerëzimit në përgjithësi. Edukimi I rinis apo përgatitja e edukimi të rijut musliman. Quaje se të duash atë sillet. Andaj tema është shumë e gjanë dhe në fillimisht para se më futur u kërkoj falje se nuk do të mund ta laboroj dhe shtjelloj këtë temë ashtu qysh meriton dhe ndoshta edhe ne qysh kemi dëshirë, por do të mundohemi diçka të thom atë sa na lehtëson dhe na ndihmon I madhi Allah Azza wa Jall dhe shohim se ndoshta është në interes
të kësaj rinie në veçanti po dhe të këtij popullit tonë dhe të kësaj shoqërie kosovare në përgjithësi, sepse jetojmë në një kohë shumë të nxehtë, më e nxehtë se sa ky diell i cili na ka nxehtë, elhamdulillah, këtë ditë madhe dhe të bekuar. Jetojmë në një kohë shumë të nxehtë, e fjalën të nxehtë kam për qëllim të nxehtë me sfidat të shumta që pashat madhe në Allah me janise me i numru, ka me të nxanë akshame s'ke me i përfundu, e asë në gjysë nuk ke me arritur, sepse koha është e tillë. Vërtet sfidat janë sfida me plot kuptimin e fjalës, apo ndash quaj ma ndryshe stuhi të forta fryen drejt kësaj rinie tonë në veçanti, sepse e kanë kuptuar fort mirë rolin e rinisë në përgjithësi, po edhe tek shoqëria jo në veçanti, andaj secili mundohet me hudhur nga një grep sa ma larg dhe sa ma thellë, ndoshta arrin me kap ndonjë peshk sa më të madh, apo thuaj ndash ndryshe e hudh rjetat e tij për me nxanë sa ma shumë peshqi, konkretisht me marë sa ma shumë të ri prej veti, secilin drejtimin e vet, por të gjitha sillen drejt asaj, se është qëllimi me i larguar nga dinit madhit Allah, me i zhveshur nga identiteti fetar, me i nda këtë rini nga prindrit dhe gjëshit dhe stërgjëshit e tyre, duke u amjegulluar atyre me lloj etiketimesh dhe mashtrimesh dhe iluzionesh, që shumica e tyre janë pralla dhe iluzione, se ne jetojmë në shekullin 21 dhe jetojmë në një sistem të globalizmit botëror, dhe se Islami, sikur se fetë e tjera në thojza, është diçka që është i dhënë shumë, respektivisht këthen mrapa e tjerë, por kanë harruar dhe harrojnë se ky Islam është mishruar me këtë popull dhe këtë shoqëri, dhe gjenet tona ka një menaj numru e menaj qiten tavolin, se cila prej tyre dëshman se la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pas të madhit Allah azza wa jall. Andaj tema është tepër me rëndësi, e ne duke ju mbështetur të madhit Allah azza wa jall, duke kërkuar prej tij ndihmë dhe lehtësim, ani pse po m'vjen këtë që jeni të najtë në kam e mungu mu uni që të përpare se sen keqe s'ka, edhe ju uli qatë, edhe dërdili qatë najtë, e nëzini venat se bashkim një me zhlisket barabarim. Elhamdulillah prej Zotit, mënyrë që mos me mjërëshu venë dhe tjere që janë mrapa, pasi që është pak kalablak pak i madh, ndoshta edhe vap, por do të flasim diçka duke mos dashoru që ta zgjas shumë, që thash në fillim, për faktin se tema është shumë e gjatë. Themi pra se prej mirësisë dhe madhështisë së këtij Islami, ky Islam është krejt i madh, pashat madhin Allah azza wa jall. Është feja më e madhe dhe misioni më i gjerë dhe më i madh që ka njohur ndonjëherë njerëzimin nga dita e parë deri sot. Prej madhështisë dhe mirësisë së tij është se ka ardhur me një program të plotë për jetën e njeriut prej djepit deri në varr. Ka ardhur me një mision gjithëpërfshirës dhe me veti ka sjell një program të shëndosh dhe shumë efektiv, nëpërmjet të cilit e edukon të rinj, krijon gjenerata të reja, të plota e të shëndosha, sjell kultura dhe civilizime të pakonkurrente në shoqëri. Asnjëherë, asnjë civilizim, e bota një shumë civilizime dhe kultura, asnjëherë prej fillimit të dunjas dhe deri sot, ku sot bota një shumë civilizime dhe kultura, asnjëherë nuk kanë qenë konkurrent me kulturën dhe civilizimin e dinit madhit Allah,
tebareke wa ta'ala nxjerr njerëzimin nga ignoranca në dije, në shkencë dhe në teknologji, nga errësira në dritë, e për krejt këto mjafton ajeti kuranor qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. O erdhi juve o ju njerëz nuri, dritë, o kitabun mubin dhe liber i qartë, jehdi bihi Allahu men ittaba ridwanahu subul as-salam. Allahu me këtë nuri dhe me këtë dritë, me këtë Kur'an, udhëzon njerëzit, ata që e pasojnë atë subul as-salam, në rrugë të shëndosha, në rrugën e të madhit Allah, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim, dhe i nxjerr njerëzit nga errësirat e shumta në dritë dhe në nurin e të madhit Allah, wa yahdihim ila siratin mustaqim, dhe ju udhëzon ata në tariqul mustaqim, në rrugën e vërtet, në rrugën e Ademit, në rrugën e Nuhit, në rrugën e Ibrahimit, e të Musaut, të Davudit, të Sulejmanit, deri te rruga e Isaut dhe deri te rruga e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe deri te rruga e prindërve tan dhe gjyshëve dhe stërgjyshëve tan. Andaj është një hall, apo ne jemi vetëm një hallkë e hallkave të shumta të këtij zinxhiri gjatë, që të gjitha janë të kapura dhe të pashkëputura, e formoj këtë zinxhir të gjatë, i cili fillon këtu ku jam unë dhe të sër, dhe përfundon te Ademi alayhi salam. Kjo është tarikul mustaqim, kjo është rruga e vërtet. Ani pse njerëzit me mija dhe dhjetra mija vite kanë distancë njëri me tjetrin, por që të gjithë ata që kanë qenë këtë rrugë kanë dëshmuar la ilaha illallah, se nuk ka zot tjetër pas të madhit Allah tebareke wa taala. Për këtë vërtet, për këtë madhështi dhe gjithë përfshirje të dinit madhit Allah, të islamit, jo vetëm që dëshmon Kur'anit dhe hadithet e shumta të pejgamberit alayhi salatu wassalam, por se ka dëshmuar dhe vazhdon ta dëshmoj edhe praktika, dhe jo vetëm kaq praktika, sepse një sen që doket thot populli kallauz nuk don, imagjinotin një i ri dhe një e re, i cili është i lindur në një familje me një ignorancë dhe errësirë të thellë të kufrit dhe shirkut dhe ateizmit dhe komunizmit e tjerë, por me gjithë atë dëshmon se Allahu Azza wa Jall është një, dhe me gjithë sfidat e shumta që do të cekom disa kalimthe në shpejtësi, me të cilat mund të ballafaqohet me emrin e Zotit i te kalon të gjitha. Praktik tjetër çka dën praktik më të madhe dhe argument më gjallë se sa dëshmia jon këtu, gjithë këta triqa janë këtu dhe dhjetra mira të tjerë vetëm në Kosovën tonë të vogël, e lemu gjithandej në përballë sfidave dhe stuhive të mëdha, të cilat siç e kanë fillim fryen nga lindja, perëndimi, veri dhe jugun të nam, dhe mundohen me të fshi, me gëlltit të riun, por kjo thati jo, dhe 1 milion jo, vetëm në rrugën e Allahut Azza wa Jall, tjetër rrugë nuk dua, dhe mbesin kundërshtarët dhe armiqtë e islamit të mahnitur. Çka është punë këtyre njerëzve? Pse këta njerëz janë kaq të fortë dhe kaq stabile dhe kaq të palohatshëm dhe kaq këmbgulës, në veçanti kjo rini, ku me gjithë lakmit e shumta dhe mundësit e shumta që po afrojmë ne, ata i kthejnë një anë dhe kthehen anën tjetër drejt fjalës la ilaha illallah. Pra përpas praktikës dëshmojnë edhe kundërshtarët e islamit të gjithë, me gjithë se ata nuk e kanë pranuar dinin e Zotit, por me gjithat dëshmojnë për madhështinë e këtij islami dhe gjithë përfshirjen e dinit Allahut Azza wa Jall. Natyrisht ne nuk e kemi temën dhe nuk kemi kohë me i cekur shumë thonje të atyre njerëzve perëndimor jo musliman,
të cilët kanë folur për vlerën, madhështinë dhe pozitën e madhe që ka ky Islam, por dalëm temën tonë dal nga dal, sepse jemi duke folur për të ri dhe jemi duke folur për rini, e me folur për të riun, do të me fol një herë për fëmijën, e me fol për fëmijën, do të me fol një herë për sabijun, apo për foshnjën e vogël atje, se pakana i vogël nuk bëhet i madh, e është pa mundur Islami me anashkalu e të veçlit atje, por ai interesohet prej ditës së parë që del fëmiju në këtë dynja, derisa ta fusim në varr atje, nuk e lëshon asnjëherë dhe nuk e harron për asnjë çast, asnjë moment, bile edhe para se me lindur fëmiju, deri të zgjidhja e fatit dhe deri dhe më herët, por ato faza po i lojnë, pra fillon në Islami më kujdesur me të madhe në fëmijë dhe në gjeneratën e re, nga dita e parë që lind dhe del në këtë dynja, dhe para se me lindur në këtë dynja, na tregon i madhi Allah Azza wa Jall se fëmijët janë knatësi e shpirtit dhe janë një pjesë e madhe dhe tepër e rëndësishme pjesës shpirtërore të njeriut që jeton në këtë dynja, por nuk janë gjithçka dhe këto nuk bën të harrojnë, sepse shumë njerëz gra dhe burra, vëllezër dhe motra mendojnë se nuk jetojnë për tjetër, vetëm për fëmijë, jeton për burr apo ai për grua, dhe që të dy jetojnë dhe punojnë dhe plaken dhe vdesin për fëmijë. Këta të dy të kanë humbur misionin e tyre dhe se kanë kuptuar qëllimin e tyre, sepse fëmiju nuk është gjithçka. Por ne këtu nuk po ndalemi, fëmiju nuk është gjithçka, është vetëm diçka, është tepër me rëndësi, është zinet dhe stëli dhe bukuri e kësaj dynjaje, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Ka thani madhi Allah Azza wa Jall, pasuria dhe fëmijët janë zinet, janë stëli, janë bukuri dhe janë jeshie kësaj dynjaje, dhe njeriu i dën, Allahu kështu e ka mbjellë njeriu në natyrshmërinë e tij me i dashur fëmijët, me i dashur. Për ata ka